nuk është kosto. Nuk është që furnizohet me energji të rinovueshme. Shumë e bukur me thënë që bën që kosto e më. Kam qenë në një trajnim kosto nuk ka problem. Shikoj çik se problemi më i madh që është në këtë rast është problemi që në qoftë se ti nuk paguan njerëzit, nuk e konsumator, kush do e konsumoj, me çfarë do e blej. Pra, në qoftë se të gjithë dalin pa punë, kush do ketë s'ka më fuqi. Pra, mos kalojmë deri atje. Te bujqësia ka problematik tjetër. Problematika që kemi në bujqësi e para punës herë, për momentin është standarde. Sa problematika kemi. Por, të paktën, më aq sa kam parë një lëvizje të fundit, qeveria shqiptare ka bërë disi pozitive, marrëveshjen me Izraelin për bashkëpunimin në fushën e bujqësisë. Izraeli është, për mendimin tim, vendi më i zhvilluar në botë për sa i përket agrikulturës. Dhe me ato sipërfaqe të pakët që ka dhe me ato popullsie me të tjerët, prapë është arrin që të jetë eksportues. Si do të thotë, ato teknika që janë aty mund të kalojnë në Shqipëri. Problemi është e fakti që ti e lidh marrëveshjen atje, bën këto bashkëpunime të bukura dhe në praktik pastaj do shkojë ai specialisti, pra duhet gjetur një mekanizëm që të përkthehet në poshtë tek fermeri, pra ajo marrëveshje që bëhet sipër nga ministrit, si do implementohet tek fermeri poshtë. Dhe këtu është problematika, jo vetëm këtu, por në çfarëdo lloj fushë, ne nuk është se kemi specialistë hap. Dhe për më tepër ata që po futen tani në administrat janë gjenerata Z, që është gjenerata që është me IQ më të ulët se gjenerata millennials që janë përpara. Për sa i përket energjisë, që thuhet energjisë, Shqipëria po arrin pikun e vet për sa i përket energjisë, sepse më tutje ne nuk mund të ecën, kemi sipërfaqe të vogël për të bërë energji të rinovueshme. Mbase duhet shikuar energjia nukleare, mbase centralet me thorium, në zona e Korçës për shembull mund të mbajë atë. Edhe jo, po aty do shkojmë sepse energjia, kërkesat për energji parashikojnë që të shkojnë 3 ose 4 herë më shumë se këto që kemi aktualisht. Dhe nëse kërkesat për energji, nuk është sfida jone, 3-4 herë më shumë, nuk është sfida e ekonomisë tonë. Po, patjetër që është sfida e ekonomisë, sepse energjia është baza e ekonomisë. Nëse bota do ecë përpara, sa po fol tu shikojnë çik, po shkon bota drejt robotikës, po shkon drejt inteligjencës artificiale. Nëse bota shkon drejt asaj, ti s'mund të vazhdosh akoma që të importosh kamarier Filipinas për resortet në palas, e kupton? Se nuk është strukturë ekonomike ajo. Që do të thotë, ne jemi shumë brapa dhe me energjinë. Ai sa prodhojmë tani, është rritur një çik se prodhim, se kam punuar në sektorin energjetik, prandaj po të them. Ne jemi mbrapa në drejtim, siç është mbrapa dhe Kosova. Ka faktor pse jemi mbrapa. Nuk ka patjetër, po zoj futemi jo nuk po them të